Takojmë sërish së bashku në këtë transmetim të nderuar miq, do të flasim në këtë momente për ethet e fushatës elektorale, sepse këto ethe i kanë përplasur kandidatët e forcave të ndryshme të politike në përballjet përbashkiake 2015, vetëm për platformat e tyre elektorale, për programet e tyre elektorale, por po i përplasin sa i takon edhe imazhit, mënyrës se si ato qasen ndaj publikut, ndaj elektoratit, të cilët i kërkojnë votën, si ja kërkojnë votën, me një imazh të kuruar por të thjesht, apo me një imazh që nuk ka ndryshuar. Do të flasim për imazhin dhe për veshjet e kandidatëve dhe kandidatëve femra kryesisht, meqense në këto zgjedhje janë në një numër të konsiderueshëm kandidatet femra, janë rreth 12 femra që garojnë në zgjedhjet elektorale të 2015 me 21 qershor, ndaj ju si publik keni hasur dhe keni patur mundësi të shihni të kuruar, të thjesht, me veshje të ndryshme, por mendimin e tyre ne do ta ndajmë ose se si ato janë përballur me elektoratin, do ta ndajmë me dy zonja që kanë mbritur në Villa 24, jam Anela Konomi, stiliste, për të folur për veshjen e kandidatëve. Përshëndetje Anin, mirë se erdhët, faleminderit. Jam gjithashtu me Evistino Imeri, që është kuratore imazhi, për të parë edhe lukun e të gjithë kandidatëve. Përshëndetje Evis, mirë se erdhët, faleminderit. Tashmë në pak ditë fushat, ose në këto javë, le të themi, të fushatës elektorale, vazhdojnë ethet e garës elektorale, por kandidatët, meshkuj apo femra, kanë krijuar pak a shumë stereotipin e tyre, imazhin e tyre me elektoratin apo jo. Si po ju duket, le të themi nga ana, le të themi e veshjeve, e paraqitjes dhe më pas nga ana e imazhit. Një opinion të përgjithshëm fillimisht. Stil minimalist. Do më thënë, i shohim shumë të thjesht, shumë gjumë me poplin, mund them, shumë afër me poplin. Me një veshje disi, do më thënë, përveç se të thjesht, pa ngjyra, pa kolore, një stil minimalist, shohim një shkujdesje totale përsa i përket lukut. Përveç se 2-3 pastaj nga kandidatet që nuk po heqin një çik dorë nga kurimi i tyre, do më thënë janë disi të kuruara dhe mirë bëjnë, sepse për mendimin tim nuk duhet tepruar. Në fundit imazhi imponon. Mjafton të mos kërcasësh shumë, i themi ne në gjuhën profesionale, do të mos ketë një gjë me kolorite shumë të forta ose me kreje shumë, për kreje mund të flasi dhe vajza, ose me taka shumë të larta. Mjafton të jesh e kuruar mirë dhe të imponosh, sepse kolore që imponon dihen se kush janë, për të përballuar pastaj rrugën dhe takimet me njerëzit, duhet të jesh veshur dhe në mënyrë komode, që ti të ndihesh mirë para tyre. Do shta sport apo diçka? Sport, gjithmonë sport. Unë do thoja këtë, që e mira do ishte sport klas, do më thënë, jo dhe sport, një kombinim. Sport klas do ishte, për shumë në tërë botën përdoren shumë për meshkujt t-shirtet e polos, për shembull janë ato t-shirtet të cilat kandidati Alim Kosova, ti shohim dhe pamjen ndërkohë. T-shirti do ishte veshja shumë praktike, ndërsa për sa i përket Erionit, do doja që her pas here të hiqte dorë nga ato këmishat, sepse përsëritet shumë me këmish po të njëjtën pana, të bardhë, dhe pse jo të vishte më shumë t-shirte, sepse është djalë i ri dhe ai e ka natyrën sportivitet brenda tij, domethënë. Dhe duhet i përshtatet fushatës zotit Erion Veliaj me, le të themi, mëngë të përveshura për të treguar atë njeriu punëtor, është stili amerikan që ai përdor? Sigurisht që stili amerikan është. Kjo veshje pak a shumë që mbizotëron të gjitha fushatat. Sigurisht, por është shumë stil, shumë afër Ballkanit dhe unë me sa, do më pëlqente domethënë të përdorte më kolorite. Edhe një ngjyrë tjetër. Po, dhe një ngjyrë tjetër, do më pëlqente të përdorte më shumë t-shirtet, sidomos me jaka, sepse t-shirti me jak imponon më tepër. Por nuk kur me t-shirt, në fakt. Ne kemi eksploruar në të gjitha takimet me elektoratin. Çuditërisht në fakt, sepse po veshin të tjerë t-shirtet, dhe Erioni e ka lënë, po megjithatë do thoja që vapën, rrugët, orët e gjata pranë popullit, vetëm me këtë veshje mund të... E qartë, do t'i marrim me radhë kandidatët, do doja mendimin e Evis sa i takon imazhit edhe paraqitjes, le të themi, qoftë në flok, qoftë imazhin të paktën për kandidatet femra, aty të besoj se dëshironi dhe ju të ndaleni më shumë. Te kandidatët meshkuj nuk ka shumë luhatje, nuk ka shumë ndryshim, pak a shumë është e njëjta linjë, diçka pak më lart, pak më poshtë, po aty nuk ka shumë lëvizje. Te kandidatet femra nuk i shohim më shumë të kuruara, i kanë më të thjesht lukun për sa i përket krejes, grimit. Nuk i shohim si në për studio televizive. Dhe është normal, në momentin që ato bën fushat, janë në terren, do ta përshtatësh dhe me ambientin ku shkon. Nuk mund të shkosh me një kreje, me një stilim në një fshat ku ti shkon të kërkosh votën, ku shkon të bisedosh për problemet dhe ti
bisedon se si mund t'ja zgjidhësh ato probleme. Nuk mund të shkosh me një grim super luks. Femrat e kanë disi në rënje, duke qenë se edhe ngarkesa, duke qenë femër, duke qenë prind, duke qenë grua, duke qenë sidomos... Ne në ekran shfaqim disa momente të takimeve me elektoratin të kandidates për Bashkinë e Durrësit, kandidates demokrate për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, shohim Grida gjithmonë është e kuruar, por në këtë fushatë e shohim më shumë me flokë të mbledhura. Ose të shregullta. Grida e ka stil të vetin këtë të shregullësin e flokëve. Grimi është më i thjesht, nuk është aq dominant. Me gjitha të nuk mungon. është respekt në fundit për vetën. Grida e ka pjesë të vetën, pjesën e grimit dhe pjesën e krejeve, është gjithmonë e kuruar, është në çdo moment, asnjë moment nuk e shikon të pakuruar. Pavarësisht se e ka ulur pak tempin, normalisht është fushat, nuk mund të shkoj pa diskutim. Jo vetëm intensiteti, po edhe ambienti ku shkon. Po ta shikojmë në momentin që e ke në teren, është më pak e kuruar, më e krehur më thjesht, ndërsa momentin kur e shikon në për ambientet të tjera, siç po e shikojmë këtu, është më e kuruar. Do të thënë, i përshtatet ambientit ku ajo shkon, ku njerëzve të cilën ajo bisedon, nuk mund të shkosh në një fshat të thellë me një super kreje, me një super grim. Me qënë se jemi të Grida, është të treguar mjaft e kujdesshme, do thoja që ka përdorur ngjyrat pastel në ambientet e mbyllura dhe ka përdorur pak a shumë ngjyrat e tokës në ambient ku ka qenë në terren, ka përdorur stilin e pantallonit kur vjen puna për terrenin dhe stilin e kostumit ose të fundit kur vjen puna për një ambient të mbyllur. Domethënë është treguar, do thoja, një shumë e kujdesshme dhe ka bërë një zgjedhje me mençuri. Dhe mbi të gjitha unë do doja, sepse është tendencë dhe ajo e mban dhe mirë e bën që e mban, por do thoja që gjithmonë nëse këto kanë parasysh do thoja votusit ose do thoja zonat ku shkojnë, patjetër duhet jenë të kujdesshëm sepse dihet që në Shqipëri kanë njerëz që kanë kushtet minimale të jetesës dhe ti nuk e se si i themi ne të ju bësh, është fjala popullore kashëllëk, domethënë me veshje, sepse ata ndjen vërtet keq, pavarësisht. Absolutisht në tërë botën gjykohet kjo, në tërë botën ka gjykim. Gjykohet edhe në seancën parlamentare, ne kemi qenë në një bisedë. Bota po i lufton me psikolog këto gjërat. Brendi dhe çmimet e shtrenjta, ose luftohen me psikolog, sot më nuk janë, nuk mund të mburresh se ke veshur një veshje firmato ose të vishesh shtrenjtë. Përkundrazi dhe ato që e kanë pasurinë të trashëguar brez pas brezi, sot mundohen të jenë sa më modest dhe të japin shembull që sot mund të vishesh edhe duke krijuar dhe me pak, me një kosto minimalist. Dhe kemi shembullin Kate Middleton, e cila me një palë këpucë mund të them vesh me mira fustane dhe që vishet me HM dhe Zara. Nuk ka, por ajo jep shembull që mund të vishen i bukur në këtë periudhë krizesh. Edhe jo domosdoshmërisht rrobat e shtrenjta ato që. Dhe unë do thoja kjo është. Të dish se sa të kesh. Me kjo është. Por që të kthehemi tek pikërisht tek fushata, do thoja që është mençuri në qoftë se do që të fitosh edhe pikë. Të dirë, sepse unë nuk do thoja që ti jesh neglizhent, unë nuk do thoja që ti ta lësh vetëm pas dore, sepse dhe në momentin që ti nuk je kuruar me një stil të caktuar, ose e ke lëmë vetën disi të lëshuar, pala tjetër nuk imponon dhe atë që thua. Do më thënë, Grita do thoja, përsa i përket veshjes është shumë mirë, të dalim konkretisht, do më thënë... Ka kriteret tek ngjyrat që përdoren kryesisht për paraqitjen në fushat elektorale? Do thoja pastelet, ngjyrat e qeta, roza, bezha, lulet, pikat, po gjithmonë minimaliste, gjithmonë të qeta, jo që të kërcasin shumë, jo të kërcasin. Përsa i përket flokut, jam shumë mirë me një flok të kapur, do ishte shumë prezente. Shikojmë të Grida flokët e kapura, mos harrojmë që Grida është një nga femrat që ka bërë më shumë fushat dhe në asnjë moment nuk e ka lënë lukun pas dore. është dhe dhunë ti është dhe respekt për elektor. Patjetër, po. Që veshja nuk ka ndryshuar me sa kam vëre, edhe i luku i saj. Nuk ka ndryshuar për efekt të kohës, sepse ajo është shumë e kujdesshme, po ta shikojmë në asnjë moment nuk është e patrajtuar. Vërtet flokët janë të kapura, të shkujdesura, po jo të pakrehura. Jo të pakrehura. Domethënë në çdo moment e shikon të grimuar, është një nga femrat, për mendimin tim,
më të trajtuara dhe më të kujdesshme për sa i përket lukut, për sa i përket grimit, krejes, edhe mënyra se si i kap ato flokët ka një lloj stili në brenda saj. Nuk është që rastësishëm mendoni? Absolutisht fare, Grida është shumë e kujdesshme, domethënë po ta shikosh në gjithë fushatën elektorale që ajo ka bërë, është shumë e kujdesshme, domethënë në asnjë moment nuk i rrëshket asnjë detaj. Asnjë detaj. Po ta shikojmë e përshtat gjithkohës me veshjen. Domethënë po ta shikojmë veshjen dhe krejen, është në përshtatshmëri perfekte. Sa është përputhur, le themi, për të dyja kjo pyetje, le themi, vendi i takimit, domethënë fushata elektorale është përqendruar në zona edhe më të thella, në një elektorat që ndoshta imazhin e ka të fundit për të menduar. Grida është treguar tepër e kujdesshme, sepse unë vërej që ka përdorur dhe pardesyt, ka edhe ato xhupat e sport dhe ato këmishat pak lino pardesyt sport, lino që përballojnë vapën ose korat e gjata ose diellin, domethënë është treguar me mjaft mençuri e ka përballuar. Do thoja këtu do dilja, do thoja që te takat është sforcuar disi për t'i mbajtur, do thoja që edhe po të zgjidhte një tak rreth 3-4 cm do ishte shumë mirë, shumë këndshëm. Që pavarësisht lodhjes nuk kanë hequr nga këmbët e kandidateve, sepse kemi parë edhe te kandidatet e tjera. Kjo është në fakt një kritik që unë mund të them të bëj tek të gjitha kandidatet, pothuajse që kujtojnë sepse klasën dhe kanë munduar për të treguar. Nuk është e vërtet, ne kemi në tërë botën perëndimore që prezantohen, presin takime diplomatë dhe taka është 3-4 cm, bile është kusht që duhet të jetë 3-4 cm. Mjafton këpuca të jetë lëkurt, të jetë e kuruar estetikisht mirë, përkundrazi taka do të thoja që kur nuk gjen ato të duhurën, mund të them që rrëzon gjithë veshjen. Është vërtet. Rrëzon, ndërsa këpuca e stilit oficial, e cila është e mbyllur maja dhe themra e mbyllur me një tak katrore 4 cm, 3 deri në 4, pothuajse të gjithë e përdorin në takime me diplomat, në zyra ku punojnë. Domethënë vetëm kjo do thoja ishte vërejtje e të gjithëve, për të gjithë kandidatet femra, të gjitha 12 gratë që kemi në këtë fushatë elektorale. Regja do të na mundësonte tashmë fushatën e zotit Alim Kosova, kandidatit për Bashkinë e Tiranës, kandidatit të djathtë për Bashkinë e Tiranës. Ne e thamë që ishte me një imazh popullor, të thjeshtë, përshtatur me Unë e komplimentoj sepse nuk është nga njerëzit që njeh shumë mirë veshjen ose ka qenë shumë pak në politikë. Po. Por mua më pëlqen sepse veshjen të cilën përdore është e natyrës vet, nuk del nga karakteri i natyrës vet, mund të them që kështu mund të jetë parë në gjithë vitet e punës së tij. Edhe në momentin që kanë qenë përpara ministër, edhe si pothuajse kjo më pëlqen që përdor t-shirtet, sepse t-shirtet janë shumë të përshtatshme dhe jaka imponon. T-shirti pa jakë stilit, me sa shohim. Është shumë bukur që ti të përdorësh një lloj stili, sepse në momentin që ti krijon alternime ose stile të ndryshme, kërcet edhe në imazh. Kërcet edhe në imazh dhe gjithmonë bash mend për keq, kjo është, nuk bash mend për mirë. Domethënë, në moment që ti mund ta gabosh, bash mend pikërisht mbahet mend gabimi dhe jo ajo që të ke qenë mirë tër kohën. Dhe unë do thoja që më pëlqen mënyrën se si përdor pantallonat e dokut, përdor t-shirtet. Ka luajtur pak me ngjyra, nuk është se qëndron tek ngjyrat. Sigurisht sepse kanë ndryshuar tashmë për moshën e zotit Alim Kosova nuk mund të thuash që është moshë e thyer. Tash ti deri në moshën 60-70 vjeç ti mund të vishesh me kolorite, nuk ka asnjë lloj limiti për të mbajtur ngjyrat e errta. Dhe mua kjo më pëlqen, që ai po jep një imazh ose po është një shembull që edhe burrat që kanë hyrë në periudhën mesobura që quhen, mund të vishen kolorite dhe mund të them që ju ri më mirë koloriti këtyre se sa një moshë të re. Qëndrimi për orë të tëra në takime me elektoratin, aq më tepër që ato takime bëhen në ambiente të hapura, sikur i ka dhënë pak ngjyrë këtyre kandidatëve. Ndoshta edhe veshjet më sport i kanë dhënë i kanë rinuar më shumë kolori. Duhet përdorin kremin e diellit, duhet ta përdorin kremin e diellit sepse duke ndetur të kohën. Besoj se femrat e kanë përdorur, por sa i përket meshkujve si vështirë për ta. Unë e kisha vretje për meshkujt duhet ta përdorin. Po të shikojmë, kanë marrë goxha kolor, Kanë marrë vërtet kolor. Nëse rikthehemi edhe një herë kandidatëve meshkuj, sepse e vumre gjatë kronikave që jepen shpeshta në 2024, nuk e përdori kolorin. Unë do thoja këtë, bota jashtë përdorin për shembull edhe kapelet në këto, flas për meshkujt, që në këto lloj fushatat në terren përdorin dhe kapelet. Për shembull kemi shembullin e Amerikës, të cilën meshkujt shqiptar nuk shkojnë deri këtu. Asnjë nga kandidatët nuk ka përdorur kapele. Shumë deri te t-shirtet. Deri te t-shirtet, deri aty ka qenë. Deri te pantallonat e dokut, deri aty ka qenë guximi më i madh
i kandidatëve meshkuj, më shumë nuk kanë tentuar, nuk kanë shkuar deri te kapelet. Okej. Shiko, regjia më propozon të ndjekim tani, sepse dhe Amila e përmendi para se të fillonim këtë bisedë, e veçanta e kësaj fushate është fakti që përveç se kandidatët që paraqiten dhe kanë çastin e tyre me elektoratin me një imazh të kuruar, të kujdesshëm, të shkujdesur, le ta themi më të thjesht për të mos krijuar të distancën me elektoratin e tyre, ai që ka rënë në sy më shumë Anilës është edhe veshja e kryeministrit Rama, që është pjesëtar, le themi është pjesëmarrës në fushatën. Unë do thoja ky ka bërë, do thoja lajm. Veshja e kryeministrit e shohim me t-shirte të printuara, me thënie, me syze trendi, me këto gjaketat lino të gjata, të shkujdesura, të rrudhosura, me pantallonat e xhinsit paka shumë sport, dhe unë do thoja e komplimentoj për mënyrën se si... Ja, edhe kjo për shumë Unë e komplimentoj për mënyrën se si është veshur, sepse ka bërë mod në fushat, dhe mua estetikisht më ka pëlqyer shumë kjo gjë. Është shumë trendi, është edhe dhe i ri kjo gjë. Por, prap, tregojt i kujdeshëm në momente kur është që ka një elektorat brenda qytetit, për shembull, ose nuk ka shumë të rinj, e shohim edhe me kostum, për shembull. Nuk i ndahet, po natyrisht gjithmonë ka qenë tendencë në për sa i përket veshjeve. Sigurisht, ai është piktor dhe i ri mjaft mirë vajtur për këtë. Edhe fushatën e vet që bëri në zgjedhjet parlamentare krijoi mod për thotë visin. Unë do thoja që ka përbën lajm dhe është do thoja shumë këndshëm, shumë bukur. Një vretje kam një vretje përveç së Ramës. Një vretje kam që nuk jam shumë tek ato prerjet e xhaketave shumë të gjëra, domethënë. Nëse na dëgjon, domethënë, ti heqi ato prerjet e gjëra dhe të mbaj pak linjë më stil. Ndoshta është gjëra. Jo, kjo është shumë e përshtatshme dhe ajo përpara që ishte boqellia ishte shumë e bukur. Pastaj ka pasur një rast për shembull me një xhaket lino kështu shumë të gjerë që nuk ishte Rama. Nuk ishte Rama, edhe me xhupi i rishur mirë. Po, e rëndësishme është që përdor kontrastet flet me gjuhën e modës. Domethënë kjo është që ai ka folur në këtë fushat me gjuhën e modës. Ndikon me piktura që ka mbaruar. Nga kjo moda që ka krijuar zoti Rama në fushat. Për shembull, Erioni ka pasur këtë që ka qenë me një stil shumë minimalist, gjë që domethënë për mua domethënë e ka tepruar disi këtë gjë. E ka pak të tepër. E shohim edhe një herë materialin për zotin Erion Veliaj. Ndoshta është fakti, ndoshta ka menduar është fushat, unë kam përveshur. E ka menduar shumë. Është stili amerikan që përdoren. E ka menduar shumë, por që unë do thoja që edhe të shkujdeset një qik ose të jetë më i shtensionuar, mirë do t'i bënta. E para të vë krem djeli. Krem djeli, po. Se është nxjerrë shumë. E para. Janë nxjerrë të tërë shumë. Ose të përdorin kapelen. Po. Nuk ka ndonjë... Nuk guxojnë deri te kapeli. E dyta, tek mishat shumë okej, po të përdori edhe materialet lino që janë disi më të freskëta dhe kanë më frymarrje. Duke menduar zotin Kosova që është mosh disi më e madhe se Veliaj, duke menduar me t-shirte, Veliaj duhet ta shikoja shumë herë më mirë me t-shirte për moshën që ka kolor. Më thënë, zoti Kosova po ta shikoj me t-shirte, pantallona doku, më sport, më trendi. Ndërsa Veliaj kanë ngelur tek ajo te ai stili klasik. Nga do që rrotullohet pavarësisht se ka lëvizur me ngjyrat, ka ngelur po e ruan me fanatizëm atë. Gjaketën edhe kollarën, cila vjen. Po, gjaketën dhe kollarën, vetëm këtu ka lëvizur. Edhe manshetat apo Do më thënë, unë do thoja këtë tani, mos ma marri njëri, do më thënë për këtë, po, duke i parë 24 orë në ekran, edhe ne duam të shofim diçka ndryshe. Sepse lodhet syri, 24 orë të shikosh një loj, lodhet. E kemi parë shumë me kostume, kemi parë shumë me kostume. Të luajnë me kolorite që edhe për terrene ta shikonin një çik shumë me t-shirt, më sport, me xhinse ka tentuar me xhinse. Po këmishat nuk e ka lëvizur në asnjë moment. Ju mendoni se është dikush që i këshillon pse takon imazh apo thjesht është një rastësi e kandidatëve? Jo rastësi, është e menduar kjo, çdo gjë është e qëllimshme, është çdo gjë e qëllimshme, absolutisht është rastësi. Qoftë veshja e kryeministrit që flet me anë të ngjyrës dhe flet me anë të veshjes, qoftë edhe Erion Velis, e cila është në stilit minimalist për të treguar që unë jam shumë afër jush. Të tërë kanë të qëllimshme, por unë do thoya që të çlirohen disi sepse lexohet, çdo gjë lexohet, duhet çlirohesh sepse populli e ndjen shumë mirë kur ti je më i tepër që imazhi ndoshta do ishte më afër popullit me t-shirte, më sport, më popull. Jo zyrtar, më popull. Jo se janë, në jetën e përditshme ashtu janë.
janë në jetën e përditshme, do doja vetëm 2 kandidatet e Shkodrës të kishin pak imazhe përballjes me elektoratin. E vërtet është, po. Do doja të 2 kandidatet e Shkodrës, meqense është dhe përballja më interesante në këto zgjedhje, 2 kandidatë femra, për të parë le të themi dhe ato imazhet që ato përcjellin. Keti Bashdari, Partisë Socialiste, dhe Voltana Ademi, Partisë Demokratike. Zoja Keti Bashdari ka preferuar më shumë të këmishat, Anila, po e ke vënë re. Këmishat e gjëra, kryesisht ndoshta për të përshtatur linjave. Mua më ka pëlqyer sepse më është dukur shumë afër natyrës vet, nuk është e sforcuar as pak, çdo gjë ja ka lënë, mund të them që ja ka besuar lukun vetes vet, sepse duket që çdo gjë e vetja, asgjë nuk kërcet më shumë se ç'duhet dhe mund të them që për mua merr notën maksimale. Edhe për sa i takon imazhit nga luku të flokëve, ka një luk të palëvizshëm, krejet e zakonshme të drejta, nuk e shikojmë, nuk para kam parë me onde ose me ndryshime të lukut, pa atë luk standard. Ndoshta ndjehet vetvetja dhe ndjehet mirë me atë lukun e zakonshëm, nuk ka lëvizur nga... Kundërshtarja e saj në këto zgjedhje, Voltana Ademi, e shohim edhe në disa pjesë të saj pra të paraqitjes me përballë elektoratit. Mund të them që këto të dyja janë në një vi. Në një vi janë. Në një vi janë. Megjithëse atë që kam bërë unë është rrotat e bardha, zonja Voltana nuk i ndan, në çdo lloj fushate, çdo lloj veshje. Shumë mirë bën, në fundit perlat vishen në jetën e përditshme sot. Kudo i ka? Sot po ajo do që të krijojë një imazh të vetin, do të krijojë një imazh të vetin, të mbahet mend ndoshta me një detaj siç kanë bërë politikanet mbar botën. Dhe në fakt mirë bën, Perla nuk është shumë e rëndësishme madhësia e Perlës, nëse ti e vë butaforike diçka të madhe, ajo është e tepruar. Në momentin që ti e ke të stilit minimalist, unë do thoja përveç se i jep një hijeshi, absolutisht nuk ka asnjë gjë të gabuar, domethënë. Mund të them që të dyja kanë qenë goxha mirë. Perlat janë aq sa luks, aq dhe sport. Mund t'i shohësh në veshje sportive, mund t'i shohësh në veshje klasike, domethënë rrin shumë mirë në të dyja veshjet kanë përshtypjen. E qartë. Ne jemi në momentet e fundit, në fakt, du ta mbyllim këtu bisedën, duke patur parasysh kohën dhe është fushat elektorale, gjithmonë është limituar koha. Ju falenderoj shumë që erdhët dhe folëm për imazhin edhe për paraqitjen. Mendoni se është komplet çështje besueshmërie e këshilltarëve dhe vetes së tyre, apo dikush e ka kopjuar ndoshta këtë përballje? Keni hasur ndonjë gjë të tillë? Unë do thoya jo, nuk ka asgjë të kopjuar. Po të flasim për kryeministrin është vetja. Madje të tjerë dhe mund ta kopjojnë. Po, dhe mirë do bëjnë. Po të flasim për kandidatet femra, do thoja që janë në natyrshmërinë e tyre të tëra. Por Gridën do thoja që ka bërë shumë mirë dhe ka bërë një gjë, domethënë që ka dalë jashtë natyrës vet, sepse është një femër në fakt që kurohet jashtëzakonisht mirë dhe më pëlqen që ka ulur çika të ritmin ose tempin. E ka ulur në përshtatshmëri dhe ka bërë gjë më të mirë. Dhe ka bërë në jetën e përditshme është gjithmonë e kuruar, e trajtuar, kështu që e ka të natyrës së saj atë kurimin, trajtimin. E ka të natyrës, por e ka ulur dhe nuk është se ka bërë në një ndryshim, por është një sforco që është e qëllishme dhe që e ka bërë për të mirë dhe në fakt kështu duhet jetë tek të gjitha gratë politikane. Pak a shumë duhet jenë disi më të thjeshta, sepse është fjala ajo që ajo e ka respektin për veten në mënyrë maksimale. Aty pastaj fillojnë të gjithë gabimet. Aty fillojnë komentet e para që do të kemi sërish në studio, kur ato të marrin çelësin e bashkisë, a do kenë këtë imazh apo jo? Mirupafshim, shihemi nesër bashkë.